Edi Rama dhe fatura e arrogancës, si u kthye çështja Beketi në një bar milionash për shqiptarët. Ka skandale që nuk maten vetëm me shifra, por me peshën morale dhe politike që lënë mbi një vend. Çështja Beketi është një prej tyre. Sepse këtu nuk kemi thjesht një humbje gjyqi. Kemi një katastrofë shtetërore, ku përplasja politike, arroganca e pushtetit dhe vendimmarrja e papërgjegjshme u kthyen në një faturë kolosale për shqiptarët. Mbi 110 milion euro dëm, miliona të tjera për studio ligjore ndërkombëtare dhe në fund asnjë përgjegjës i vërtetë. Vetëm populli që paguan. Në qendër të kësaj historie qëndron hija e Edi Ramës. Jo si koment periferik, por si përgjegjësi politike e drejt për drejt. Kur një kryeministër vendos tonin e sulmit, kur qeveria e tij e shpall armik një pronar medieje, kur gjua politike bëhet më e fortë se maturia institucionale, pasojat nuk mbeten në podiume e deklarata. Ato kthehen në vendime arbitrazhi, në dëm financiar dhe në njollë të rënd mbi shtetin. Dhe kur vjen fatura, ajo nuk i shkon atij që e prodhoi klimën e konfliktit. Ajo i shkon qytetarit shqiptar. Skandali nuk mbaron me shumën marramendëse që rëndon mbi vendin. Ai thellohet edhe më shumë të mënyra se si u përdorën parat publike për një betejë që po merrte trajtën e një disfate të paralajmëruar. Në vend që shteti të sillej me seriozitet, transparencë dhe përgjegjësi, u hap porta e kontratave të majme me studio ligjore ndërkombëtare. U paguan miliona euro në emër të mbrojtjes së interesit shtetëror, por rezultati përfundimtar ishte humbja dhe një barë e frikshme mbi buxhetin publik. Vetëm për 3 studio ligjore, Omnia Strategy, Foley Hoag dhe Goling LG, pagesat arrin mbi 4.6 milion euro. Këtu lind pyetja që therr, çfarë u mbrojt realisht? Sepse kur humbet gjyqin dhe ndërkohë ke shpërndar miliona për mbrojtje juridike, qytetarët kanë të drejtë të dyshojnë se diçka ka shkuar shumë më keq se sa pranohet publikisht. Nuk mjafton të thuhet se u angazhuan studio prestigjioze. Nuk mjafton as emri i madh i atyre që përfituan. Në fund, Shqipëria humbi, shqiptarët paguajnë dhe pushteti hesh. Kjo nuk quhet mbrojtje. Kjo quhet dështim i shtrenjtë. Një nga emrat më të përfolur në këtë histori është Omnia Strategy, studio e Keri Blair, bashkëshortes së Tony Blair, e cila ka përfituar rreth 2.2 milion euro nga buxheti i shtetit shqiptar. Dhe pikërisht këtu skandali merr edhe një dimension tjetër, atë të lidhjeve politike dhe hijes së interesit. Për vite me radhë ushit ideja e një afërsie me Tony Blair si aset prestigji për qeverinë e Edi Ramës. Por ndërsa publikut i servire imazh, nga arka e shtetit dilnin miliona. Kjo histori nuk të lë më vend për naivitet. Të lë vetëm detyrimin për të kërkuar llogari. Edhe më trondit se bëhet tabloja kur sheh se pagesat nuk ishin të izoluara, por të përsëritura. Vendime qeverie, shtesa kontratash, fonde shtesë, pagesa të reja. Në vend që të ndalej hemoragjia, ajo u shqye. Në vend që të vijej kufi, u hap rubineti. Dhe sa më shumë afrohej humbja, aq më shumë rritej fatura. Ky është modeli më i keq i qeverisjes. Gabimi fillimisht prodhohet politikisht, më pas mbulohet me para publike dhe në fund askush nuk jep llogari. Në një demokraci serioze, një dosje e tillë do të kishte sjell hetim të plot parlamentar, auditim publik, përgjegjësi politike dhe ndoshta dorëheqje. Në Shqipëri ndodh zakonisht e kundërta. Skandali relativizohet, përgjegjësia tretet, propaganda ndizet dhe qytetarit i kërkohet të harrojë. Por kjo nuk është një histori që mund të mbyllet me harresë. Sepse 110 milion euro nuk janë statistikë. Janë shkolla, spitale, ndihmë sociale, investime, paga, ilaçe, rrugë dhe shërbime që mund të ishin bërë për shqiptarët e jo të digjeshin në pasojat e një pushteti që nuk njeh frenim. Edi Rama nuk mund të paraqitet si spektator në këtë histori. Jo kur pushteti është kaq i përqendruar. Jo kur çdo vendim i madh mban vulën e tij politike. Jo kur për vite me radhë ka ndërtuar modelin e liderit që kontrollon gjithçka. Nëse kërkon meritat për gjithçka, duhet të mbajë edhe përgjegjësinë për katastrofat. Dhe çështja Betsheti është pikërisht një katastrofë politike, financiare dhe morale. Ky është thelbi i skandalit. Shqipëria humbi rënd, parat publike u derdhën lum dhe askush në maj nuk pagoi çmimin. Kjo është fytyra e vërtet e pushtetit kur kthehet në arrogancë. Të gabosh me milionat e një populli dhe të vazhdosh përpara sikur nuk ka ndodhur asgjë. Çështja Beketi nuk është thjesht një gjyq i humbur. Është një akt akuz e hapur ndaj një qeverisjeje që i ka kushtuar Shqipërisë shtrenjtë dhe që ende nuk ka dhënë llogari.